Inflacioni ka shumë gjasa të rritet për shkak të tarifave gjithëpërfshirëse të presidentit Donald Trump dhe mund të mbetet i lartë, deklaroi kryetari i Rezervës Federale Jerome Powell. Ne përballemi me një perspektivë shumë të pasigurt me rreziqe të rritura, si për papunësinë më të lartë ashtu dhe për inflacion më të lartë, ndërsa tarifat priten të gjenerojnë të paktën një rritje të përkohshme të inflacionit. Është gjithashtu e mundur që efektet të jenë më të qëndrueshme, deklaroi Powell. Komentet e fundit të kreut të Rezervës Federale vijnë vetëm disa ditë pasi administrata Trump zbuloi për shkallëzimin tarifor më të mpret ndonjëherë në Shtetet e Bashkuara, bazuar mbi të dhënat që datojnë deri në 200 vjet më parë, tha Fitch Ratings, më shumë se tarifat e vendosura në aktin Smoot-Hawley të vitit 1930. Një taks 10% mbi të gjitha importet amerikane hyri në fuqi të shtunën me detyrime më të larta të planifikuara për më 9 prill. Tarifat e Trump ishin më të këqija se ç'pritej, duke shkaktuar një shitje globale në tregun e aksioneve javën e kaluar. Ekonomistët në JP Morgan tani shohin shanset e recesionit global në 60% nëse tarifat do të qëndrojnë. Parashikues të ndryshëm presin që çmimet e konsumit, veçanërisht për makinat, të rriten këtë vit. Basi rrezikshëm i Trump për të korrigjuar zhbalancimet tregtare dhe për të rikthyer prodhimin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mund ta dërgojë ekonominë drejt stagflacionit, një kombinim toksik i stagnacionit dhe rritjes së papunësisë, së bashku me përshpejtimin e inflacionit. Fed do të duhet të trajtojë këtë situatë ashtu siç bëri në vitin 1970. Pak para fjalimit të Powell, Trump në një postim në platformën e tij të mediave sociale i bëri thirrje Fed të ulë kostot e huamarrjes, duke akuzuar liderin e Bankës Qendrore se po luan lojra politike. Kjo do të ishte një kohë e përkryer për kryetarin e Fed Jerome Powell për të ulur normat e interesit, shkroi Trump. Zyrtarët e Rezervës Federale po vonojnë uljen e normave të interesit, duke pritur që inflacioni të ngadalësohet më tej dhe të shohin se si shfaqen ndryshimet kryesore të politikave të Trump në të dhënat ekonomike. Ata ende presin të ulin normat në një moment të këtij viti, sipas parashikimeve të fundit ekonomike të publikuara muajin e kaluar. Rezerva Federale uli 3 herë normat e interesit vitin e kaluar pasi inflacioni po ngadalësohej, por ky progres ngeci rreth fundit të vitit, gjë që dobësoi shanset për uljen e mëtejshme. Rezerva Federale i mbajti të qëndrueshme kostot e huamarrjes edhe muajin e kaluar. Tregu i punës në SBA mbetet gjithashtu solid sipas të dhënave të reja të qeverisë, që do të thotë se nuk ka ndonjë nevojë urgjente që Rezerva Federale të sigurojë ekonomisë lehtësim përmes shkurtimeve shtesë, por tarifat e miratuara së fundmi nga Trump, nëse ato nuk anulohen, premtojnë të kenë efekte të gjera në ekonominë amerikane. Nëse këto efekte janë inflacioni më i lartë dhe papunësia në rritje, zyrtarët e rezervës do të duhet të bëjnë disa zgjedhje shumë të vështira. Banka Qendrore është ngarkuar nga Kongresi për të maksimizuar punësimin dhe stabilizuar çmimet.